Përplasja nisi si një shkëndijë e vogël, por u kthye shpejt në zjarr. Alba dhe Benita kishin ditë që nuk shiheshin në sy me njëra tjetrën. Fjalët e pathëna ishin grumbulluar si re të zeza mbi kokat e tyre, dhe atë pasdite mjaftoi një shikim i gabuar për ta shpërthyer gjithçka. Benita ishte e para që e theu heshtjen. Zëri i saj ishte i ashpër, i mbushur me nervë dhe krenari të lënduar. Ajo ju afrua Albës pa u menduar 2 herë, duke ja përplasur fjalët në fytyrë. Alba u përpoq të ruante qetësinë, por sytë i tradhtonin gjithçka që po zjente brenda saj. Mos mu afro, i tha Alba, me zë të ulët por të prerë. Por Benita nuk u ndal. Me një lëvizje të papritur, ajo e shtyu Alben fort, aq sa Alba humbi ekuilibrin dhe u tërhoq disa hapa mbrapa. Në atë moment, diçka u këpull. Nuk ishte më vetëm debat, ishte sfidë. Alba u përkul, mori një grusht lum nga toka dhe ja gjuajti Benitës pa hezitim. Lumi i ra në rroba dhe në fytyrë, duke e lënë Benitën të shtangur për një çast. Heshtja zgjati vetëm një sekondë. Pastaj shpërtheu kaosi. Benita bërtiti, u hodh përpara, gati ta kapte Alben për flokësh. Zërat u ngritën, fjalët u kthyen në britma, britmat në kërcënime. Tensioni ishte aq i fortë sa dukej sikur ajri vet po dridhej. Në atë çast, Limi hyri në mes. Ndal, bërtiti ai, duke u futur fizikisht ndërmjet tyre. Me krahët hapur, u përpoq t'i mbante larg njëra tjetrës, edhe pse të dyja po përpiqeshin të kalonin përmes tij. Limi, hiqu mënjan, u lërinte Benita. Mos e prek, ia kthente Alba, me zë që i dridhej nga zemërimi. Limi mezi po i mbante. Djersa i pikonte nga balli, ndërsa përpiqej të fliste me arsye, por askush nuk po e dëgjonte. Emocionet kishin marrë komandën. Atëherë u shfaq Labinoti. Ai nuk bërtiti menjëherë. Vetëm prania e tij ndryshoi atmosferën. Me hapa të vendosur, ai u afrua grupit dhe pa drejtë në sy të dyja vajzat. Kur foli, zëri i tij ishte i fortë dhe autoritar. Mjaft. Një fjalë e vetme, por ras si çekan. Labinoti e kapi Benitën nga krahu dhe e tërhoqi pas, ndërsa me dorën tjetër i bëri shenjë Limit të tërhiqej pak me Alben. Ai i ndau përfundimisht, duke i vendosur në 2 anë të ndryshme. Kjo po shkon shumë larg, tha ai. S'ka më shtyrje, s'ka më gjuajtje, s'ka më ulërima. Benita po dridhej, jo vetëm nga inati, por edhe nga turpi. Alba kishte lot në sy, por qëndronte krenare, duke mos e ulur shikimin. Limi mori frym thellë, i lehtësuar që situata nuk përfundoi më keq. Heshtja që pasoi ishte e rëndë, por e nevojshme. Një heshtje ku secili filloi të kuptonte çfarë kishte ndodhur. Labinoti i pa edhe një herë të dyja dhe tha më qetë. Këtu mbaron kjo histori. Nëse keni diçka për të thënë, thuajeni me fjalë, jo me duar. Askush nuk foli më. Vetëm hapat që largoheshin ngadalë dëshmonin se përplasja kishte marrë fund, por pasojat e saj do të mbeteshin gjallë. Një qetësi që fliste me zemër. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe ajri ishte mbushur me një freski të lehtë që sillte qetësi. Dritat e buta përreth xhakuzit krijonin një atmosferë relaksuese, ndërsa uji i ngrohtë, i mbushur me shkum të bardhë, lëvizte lehtë duke reflektuar dritën si mira yje të vegjël. Ishte një moment larg zhurmës, larg mendimeve të përditshme, një moment vetëm për ta. Alba dhe Limi ndodheshin aty, të qetë, të çliruar nga gjithçka tjetër. Alba ishte e mbështetur më poshtë në xhakuzi, me shpinën e relaksuar dhe fytyrën që i rrezatonte qetësi. Limi ishte më sipër, pak i mbështetur, duke e parë her pas here me një buzëqeshje të lehtë, sikur donte të sigurohej që ajo po ndiej mirë. Shkuma rreth tyre krijonte një ndjesë mbrojtjeje, sikur bota e jashtme nuk ekzistonte më. Zhurma e lehtë e ujit ishte e vetmja që dëgjohej, bashkë me frymëmarrjet e qeta. Nuk kishte nevojë për shumë fjalë. Heshtja mes tyre nuk ishte bosh, por plot kuptim. Alba mbylli syt për një moment, duke shijuar ngrohtësinë e ujit dhe qetësinë që e rrethonte. Ajo ndjej e sigurt, e qetë dhe e lumtur. Limi e vuri re këtë dhe u afrua pak më shumë, jo për të thyer qetësinë, por për ta ndarë atë me të. Sa mirë ndihet kjo, tha ai me zë të ulët, sikur nuk donte ta prishte magjinë e momentit. Alba buzëqeshi lehtë. Po është një nga ato çaste që do doja të zgjasnin më shumë. Ata filluan të flisnin për gjëra të thjeshta, për ditën që kishte kaluar, për plane të vogla, për gjëra që i bënin të qeshnin.
Biseda rrithë natyrshëm, pa ngut, pa presion. Çdo fjalë ishte e butë, çdo buzëqeshje e sinqertë. Limi e shikonte Albën me vëmendje. Ai admironte qetësinë e saj, mënyrën si ajo e shijonte momentin, si dukej plotësisht e pranishme. Alba, nga ana tjetër, ndjente mbështetjen dhe ngrohtësinë që ai i jepte, edhe pa shumë gjeste. Shkuma lëvizte ngadalë rreth tyre, duke u ngjitur e duke u shpërndar, ndërsa uji vazhdonte të krijonte një ndjesë relaksi të thellë. Ishte një moment ku koha duk. Ai sikur kishte humbur kuptimin. Ata ndan disa të qeshura të vogla, disa kujtime dhe disa heshtje të bukura. Nuk kishte asgjë të tepruar, asgjë të sforcuar. Vetëm dy njerëz që ndanin një çast të qetë dhe të veçantë. Në atë xhakuzi të mbushur me shkum, Alba dhe Limi nuk po ndanin vetëm hapësirën, por edhe një ndjenjë afërsie që nuk ka nevojë për shpjegim. Ishte një kujtim që nuk do të mbahej mend për zhurmën apo madhështinë, por për qetësinë dhe sinqeritetin e tij. Kur mbrëmja vazhdoi dhe dritat u bën edhe më të buta, ata e dinin se ky moment do të mbetej gjatë në mendjen e tyre. Një kujtim i thjeshtë, por i bukur, që tregonte se ndonjëherë lumturia gjendet pikërisht në këto çaste të qeta, të ndara me dikë që të bën të ndihesh mirë. Një natë që do të mbetet përgjithmonë në kujtesën e Elionës. Mbrëmja kishte rënë ngadalë dhe qielli ishte mbushur me ngjyra të buta nate. Dritat ishin ndezur njëra pas tjetrës, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe festive. Në mes të gjithë kësaj bukurie ishte Eliona, e cila atë mbrëmje dukej më e bukur se kurrë. Jo vetëm nga pamja e saj e jashtme, por nga shkëlqimi që i dilte nga brenda. Ishte dita e ditëlindjes së saj dhe ajo po mbushte 19 vjeç, një moshë plot ëndra, shpresa dhe emocione të reja. Eliona kishte veshur një fustan elegant që i rrinte për mrekulli. Flokët i kishte rregulluar me kujdes dhe buzëqeshja e saj ishte e qetë, por e mbushur me emocion. Çdo njeri që e shikonte, ndalej për një çast dhe mendonte sa shumë ishte rritur dhe sa bukur kishte ndryshuar. Ajo nuk ishte më thjesht vajza e vogël e dikurshme, por një vajzë e re, e sigurt dhe plot dritë. Banorët ishin mbledhur të gjithë bashkë. Disa qeshnin, disa bisedonin, disa të tjerë përgatisnin surprizat e fundit. Muzika dëgjohej lehtë në sfond dhe krijonte një ndjesë gëzimi që ndihej në ajër. Eliona mbante në duar tufën e bukur me lule që kishte marrë më herët, por ende nuk e dinte se çfarë momenti i veçantë e priste. Në një çast, vëmendja e të gjithëve u përqendrua te Klodi. Ai u afrua ngadalë, me hapa të qetë, duke mbajtur në dorë një kuti të vogël. Duke i pak i emocionuar, por në të njëjtën kohë i vendosur. Në sytë e tij dukej se kishte diçka më shumë se një dhuratë e zakonshme. Ishte një moment i heshtur, por shumë i fortë. Klodi u ndal përballë Elionës dhe ia zgjati kutinë me një buzëqeshje të sinqertë. Eliona e mori dhe e hapi me kujdes. Kur pa brenda, sytë ju hapën nga surpriza dhe gëzimi. Ishte një varse floriri, e bukur, e ndritshme dhe shumë elegante. Drita e mbrëmjes reflektoi mbi të dhe dukej sikur shkëlqente edhe më shumë. Për një çast, Eliona mbeti pa fjalë. Pastaj buzëqeshi fort, me një lumturi të pastër që nuk fshihej dot. Ajo ishte shumë e lumtur. Ky nuk ishte thjesht një send i bukur, por një dhuratë që kishte kuptim, kujdes dhe ndjenjë brenda. Klodi ju afrua edhe më shumë dhe, me shumë kujdes, i avuri varsën në qafë. Ishte një moment i qetë, por shumë i bukur. Eliona ndjeu një emocion të veçantë në zemër, sikur ajo varse të ishte bërë pjesë e saj në atë çast. Ajo e preku lehtë, ende e habitur dhe e lumtur. Në të njëjtin moment, të gjithë banorët filluan të këndonin këngën e ditëlindjes. Zërat u bashkuan, duart trokisnin dhe atmosfera u mbush me gëzim. Kënga jehonte në dhomë dhe Eliona qëndronte në mes, me varsën e floririt në qafë, duke buzëqeshur me sytë që i shkëlqenin nga emocionet. Ajo ndjeu se ishte vërtet e dashur. Çdo fytyrë përreth saj ishte plot buzëqeshje, çdo zë ishte i ngrohtë. Ishte një ndjenjë që nuk harrohet lehtë, një ndjenjë që mbetet gjatë në zemër. Për Elionën, kjo ishte një nga netët më të bukura të jetës së saj. Kur kënga mbaroi, Eliona falenderoi të gjithë. Zëri i saj ishte i butë, pak i dridhur nga emocionet. Ajo e dinte se mbrëmja kishte hyrë në atë orë kur zhurma e festës nuk ishte më aq e fortë, por emocionet ishin bërë më të thella. Dritat ndriçonin butë ambientin dhe çdo gjë dukej sikur po ftonte për sinqeritet. Eliona qëndronte pak larg të tjerëve, me mendimet që i vërtiteshin në kokë pa pushim.
Zemra i rritë fort, jo nga muzika, por nga ajo që kishte vendosur të thoshte. Klodi ishte aty pranë, i qetë në dukje, por i tensionuar nga brenda. Ai e ndjente që diçka po vinte. E njihte Elionën mjaftueshëm për ta kuptuar se ajo nuk ishte më në humor për shaka apo për të shtirur. Eliona i u afrua ngadalë. Hapat e saj ishin të sigurt, por zemra i dridhej. Kur u ndal përballë tij, e pa drejt në sy. Nuk uli kokën, nuk buzëqeshi. Ishte ajo Elion që fliste vetëm kur kishte diçka të rëndësishme për të thënë. Ti po hyn në gjuna me mua, tha ajo më në fund. Zëri i saj ishte i qetë, por mbante peshë. Klodi u shtang për një çast. Nuk priste një fjalë të tillë, kaq të drejtë për drejtë. Pse nuk e pranon që më don, vazhdoi ajo. Pse hiqesh si një njeri tjetër, kur unë e shoh qartë që ti po mbaron për mua? Heshtje. Një heshtje e rëndë, që nuk ishte bosh, por e mbushur me gjithçka që nuk ishte thënë më parë. Klodi uli syt për një moment, sikur po kërkonte fjalët diku brenda vetes. Eliona, tha ai ngadalë, por u ndal. Jo, ja ktheu ajo but, por me vendosmëri. Mos e ndrysho temën. Mos u fsheh më. Unë nuk jam duke luajtur. Po të flas si njeri që ndjen. Ajo mori frym thellë dhe vazhdoi me zërin pak më të dridhur. Çdo herë që më shikon, çdo herë që më mbron, çdo herë që rri afër dhe pastaj largohesh ti po më thua gjëra pa fjalë. Dhe pastaj sillesh sikur nuk ka asgjë. Kjo më dhem. Klodi ndjeu një shtrëngim në kraharor. Ai e dinte që ajo kishte të drejtë. Ishte përpjekur të fshihej pas shakas, pas qetësisë, pas arsyes. Por përballë saj gjithçka binte. Nuk është aq e thjeshtë, tha ai më në fund. E di, u përgjigj ajo. Por as nuk është aq e vështirë sa e bën ti të paktën pranë. Oje me veten tënde. Ai ngriti syt dhe e pa. Për herë të parë atë natë, pa maskë, pa mbrojtje. Vetëm i sinqert. Po, tha ai ngadalë. Më duket se ke të drejtë. Zemra e Elionës rrahu fort, por ajo nuk u ngudh. Nuk buzëqeshi menjëherë. Ajo donte të dëgjonte të vërtetën, jo gjysmë fjalë. Po mbaroj për ty, vazhdoi Klodi. Dhe pikërisht për këtë jam frikësuar. Sepse kur ndjen vërtet, nuk është më lojë. Sytë e Elionës u mbushën me emocion, por ajo i mbajti lotët. Ishte një moment i madh, i vërtet, dhe ajo donte ta jetonte plotësisht. Atëherë mos u fsheh më, i tha ajo me zë të butë. Sepse edhe unë po rrezikoj duke të thënë këto. Ata qëndruan përballë njëri tjetrit për disa sekonda që dukeshin si minuta të tëra. Nuk kishte nevojë për prekje, as për premtime. Vetëm pranim. Mbrëmja vazhdoi përreth tyre, por për Elionën dhe Klodin, ajo kishte ndryshuar. Diçka ishte thënë, diçka ishte pranuar. Dhe ndonjëherë, kjo është gjëja më e fortë që mund të ndodhë mes dy njerëzve. Sepse